Miq, përshëndetje dhe ju ndjekës kanalit Psikologjia Shpirtërore. Mirë se u gjetëm në këtë video dhe sikurse mund ta keni kuptuar nga titulli i kësaj videoje, do të përgjigjem këtu disa pyetjeve për të cilat ju falenderoj, po njëkohësisht kërkoj edhe ndjes që i kam lënë pa përgjigje për një kohë të gjatë. Kjo për angazhimeve të shumta që un kam, por disa prej tyre edhe janë përgjigjur, pra përmjet mesazheve që kemi shkëmbyer dhe sipas rregullores së këtij kanalit, për të qëndruar korrekt shikuese dhe fjalës së Zotit, nga ku burojnë dhe këto këshilla, është dakord që këshillat që jepen në këtë kanal të ndahen edhe me publikun në mënyrë që sa më shumë prej nesh që kanë probleme të ngjashme të përfitojnë nga këto këshilla që vijnë nga udhëtia e Perëndis, vlen ta theksoj nga shkrimi i shenjtë pra nga Bibla. Dhe po filloj në fakt me pyetjen më të freskët që ka ardhur përpara disa ditësh, të cilën e përfshiva në këtë listë. Pyetja ishte shumë e thjeshtë, si të lë pijen? Pra shkruan dhe një zotëri. Së pari, çfarë më duhet të them është që e vlerësoj që ka këtu një dëshirë për ta lënë pijen. Dhe së dyti ka një hap konkret që zotëria drejtohet pikërisht dikujt dhe në rast konkret erdhi në fakt në mesazhet e kishës ku unë shërbej. Dhe çfarë do të përgjigjesh është që ka dy mënyra, domethënë. Mënyra e parë është mënyra më e përgjithshme, me ndihmën e mjekëve. Dhe ka metoda të ndryshme mjekësia sot, por një prej mënyrave në fakt është edhe me ndjekjen e një psikiatri. Pra për të parë shkaqet. Pra shkaqet që pse je i varur nga alkooli, le të them. Kurse mënyra e dytë, ose një mënyrë shoqëruese të parës, që mund ta këshilloja, është pikërisht me ndihmën e Zotit. Pra të fitosh besim dhe siç e keni nisur këtë hap të parë që keni kërkuar ndihmë dhe po mendoni që ta lini pijen, që është një hap shumë i madh, që jo të gjithë e bëjnë. Dhe kështu keni besim. Keni besim. Ne të krishterët besojmë se me Perëndin asgjë nuk ka të pamundur. Kjo shkruhet në Shkrimin e Shenjtë. Pra për njerëzit, shumë gjëra, madje pothuajse të gjitha janë të pamundura. Pra njeriu me forcat e tija, pavarësisht se ndonjëherë motivojmë veten edhe na duket sikur shumë bëjmë, por në fundit bëjmë vetëm një vrim në oqean, le të them. Kurse me Perëndin thotë Shkrimi i Shenjtë, asgjë nuk ka të pamundur. Pra as edhe një gjë. Kështu që nëse fitoni besim dhe shkoni pranë Perëndis, besoj se Zoti do të drejtojë, ndoshta siç ju ka drejtuar deri tani që keni shkruar në redaksinë e kishës tonë që si mund ta lini këtë ves shkatrues që për vërtetës është edhe mëkat. Është edhe mëkat, pra të dehurit është mëkat dhe rrezikon për jetësim. Pra do ta themi këtë. Nëse njeriu vazhdon që ndron në këtë mëkat. Çfarë mund të ndihmonte në këtë fazë që jeni, është pari i bëni një pyetje vetes që pse po pini, pra pse keni filluar pijen dhe pse vazhdoni të pini. Pra nëse mund të zgjidhni këtë pyetje në vetvete, besoj se do hidhni një hap tjetër më të madh. Dhe të paktën përvoja ime si një këshillues i certifikuar ndërkombëtar për zhvillimin personal dhe profesional, përveç anës shpirtërore që unë ndjek, gjasat janë, të paktën në shumicën e rasteve që unë di, janë kur njerëzit nuk përballen dot me jetën. Pra njerëzit preferojnë që mos përballen me sfidat e jetës dhe zgjedhin ti mënjanohen këtyre sfidave dhe përdorin këto substanca alkoolike në mënyrë që t'i harrojnë hallet. Pra e mpin atë dhimbjen, atë ankthjen, atë irritimin që ndodh për brenda sa herë që ka sfida në jetë. Por në fakt jeta e tillë është, sepse në jetë përballemi me njerëz të tjerë që kanë probleme të tjera, halle të tjera dhe nuk është e lehtë. Vetë Zoti Jezu Krisht shkruan, domethënë thotë në Ungjil, ku është dokumentuar që në këtë botë do të keni probleme. Pra Zoti asnjëherë s'ka bërë rrugën të lehtë. Madje përkundrazi thotë që është e ngushtë, e mundimshme, thotë, pra është e dhimbshme rruga e jetës.
sidomos rruga shpirtërore për atë që ka vendosur të ecë me Zotin. Por ama Zoti jep ngushëllimin, thotë merrni zemër, thotë sepse unë kam mundur botën. Dhe për ne krishterët kryqi është jo simboli i dhimbjes, është simboli i lavdisë. Dhe vetë apostulli Paul shkruan që kur jam i dobët, unë atëherë jam i fortë. Sepse Krishti jeton në mua. Pra hiri i Perëndis më jep forcën që të ecë përpara. Kështu që një jetë me besim është një jetë e një fuqie shpirtërore të papërshkrueshme. Pra Perëndia mund të bëjë shumë për brenda nesh, madje më shumë se sa ne mendojmë. Kur ne jetojmë me besim tek ai. Pra e lëm jetën tonë në dorë të tij, jo në kuptimin që ne nuk bëjmë asgjë. Por siç ka thënë Shema Agustini, besojmë ose lutemi sikur gjithçka varet nga Zoti, por edhe punojmë dhe jetojmë sikur gjithçka varet nga ne. Dhe kështu Perëndia ndërvepron, si thua, me talentet që ne na ka dhënë, dhe ne jep forcat e reja për të ecur përpara. Kështu që zotëri dashur, duke thënë gjithë këto, do e mbylla këtë këshill duke ju inkurajuar që të shkoni para Zotit në lutje, në emër të Jezu Krishtit. Kërkoni dhe shkoni në një kishë, ndoshta edhe në kishën më të afërt që keni. Dhe atje mund të gjesh dhe njerëz që do mund t'i përkrajnë, do mund t'i këshillojnë, siç po këshilloj unë, por do i keni më të afërt. Mund të shoqëroheni me ta, mund të ndihmojnë, mund të luten për ju. Por edhe mund të mbajnë në vëzhgim, të mbajnë të përgjeshëm, që ta luftoni këtë mëkat të alkoolit. Sepse ne nuk kemi krijuar që ta fikim mendjen. Zoti na ka dhënë mendjen që ne ta përdorim, dhe të krijojmë me mendjen tonë. Pra të punojmë, të jetojmë, të ecim përpara. Kështu që Zoti t'ju bekojë dhe ju çliroft nga ky ves që në fakt është dhe shkatrues, ka shkatruar dhe shkatron miliona jetë njerëzish çdo vit.